Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, të shtunën ka përfunduar mandatin e saj dhe ja ka dorëzuar detyrën kryetares së Kuvendit të Kosovës, Albolena Haxhiu. Në seancën e 5 marsit, partia në pushtet i paraqiti dy kandidat për president, Glauk Konjufcën dhe Fatmire Kolçaku Mullhaxhën, pasi bisedimet paraprake mes Kurtit dhe dy partive kryesore opozitare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, për një emër të pranueshëm nuk kishin dhënë fryt. Kryeparlamentaria Haxhiu do ta ushtrojë detyrën e presidentes pasi Kuvendi i Kosovës ende nuk ka zgjedhur presidentin e ri. Ajo mund ta mbajë këtë postë për 6 muaj. Kuvendi ka afate deri me 28 prill për të zgjedhur presidentin e ri. Afati u caktua nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës me një vendim të javës së shkuar, duke shpallur të pavlefshme një dekret të Osmanit për të shpërndarë kuvendin. Osmani pati nxjerrë dekretin me arsyetimin se kuvendi ka pasur afate deri më 5 mars për ta zgjedhur presidentin, një muaj para përfundimit të mandatit të saj. Gjykata Kushtetuese me 25 mars vendosi që Kuvendi i Kosovës ka edhe 34 ditë afat për të zgjedhur presidentin, duke konstatuar se procedura 60 ditëshe për zgjedhjen ka nisur me 5 mars, kur Kuvendi nuk hodhi në votim kandidaturat e Glauk Konjufcës dhe të Fatmire Mullhaxhës së vetëvendosjes për shkak të mungesës së korumit, ndërsa kryeministri dhe kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti ka thënë se për çështjen e presidentit është në kontakt me dy udhëheqësit e partive më të mëdha opozitare dhe ka paralajmëruar takime me ta në javën e ardhshme. Kurti kishte zhvilluar takime të ndara me Hamzën dhe Abdixhikun dhe para se çështja të dërgohej në gjykatë më të lartë në vend dhe para se ajo të nxirrte akt gjykimi. Megjithatë, këto takime nuk prodhuan ndonjë rezultat. Kurti ka thënë se do të ketë takime javën e ardhshme për çështjen e presidentit.